Këtu e kemi edhe prindrit e zotrit Afrem, me cilët unë kisha desh me diskutu pak edhe për kohët e mahershme. Qysh është prit Bajrami në kohrat kur ndoshta edhe ju keni qenë të ri atë kohë edhe keni pas fëmijët e gjithë afër vetës? Kohët e Bajramit fyllere e kena prit me tupana. Me tupana? Po, uras kena pasu konë e garantuar të pangjia, viken katun edhe e reke të panë në podënë, si për sëfyrë, si për iftar, me qëtë kohë këna bo Bajrami, këna bo Ramazanin, aqinimin. Qka kujton mas shumë për asaj kohë? Për asaj kohë, gjithë shka. Të në ukonë ma shtire, për në jetë ukonë me shtire, me mundimshme, me gjithë e tash është ma mirë, është me të në me, dhe të s'ka po duhet me ushu natën me gatuë, me qitë lija, me qitë pite, për sëfër, në është bjerina kanë qitë lije, pite, këna prit iftarin që ashtu dhe shumë, shukon kuve mirë këna kaluë. Ta shpëtu që kanë ndru koha e nuk është njëni tjetëri, apo në gjithë mënë, po kanë ndru shumë, iftarë këna bot gjatë 30 ditë mëjë Ramazanit, të njëni tjetëri në shku mësafirës së taj të tjetëri edhe që ashtu koni knashësi, apo në ajo. Ka qenë ma dashnia? Po shumë. Dashnia konë me amole. E pse tash nuk po duhemi me njëri tjetrin? Se tash gjelozia. Gjelozia? Gjelozia, po në ajo. Gjelozia, po në ajo nuk duhen me njëri tjetrin. Pse gjithë ditën e për kafiqa, sëvën, po në ajo, oj, po shtroj, dihët, a e kujton që dhe të shpia shtu. E ku shkon të shpia të rëpë nuk bonë të sene. Duhet me pas kujdes pak, me gjithë gjuhë përbashte, për ndryshe nuk bonë kur gjo. Pa gjithë gjuhë në përbashte, s'punë me bo kur gjo. Që kjo është. E ti sa je i knaqën me djallin, besat, nipat? Unë e mi knaqën me djallin, me nipat, me shkejta, me shëqet, me knaqën, deri në pikën e funit. Zotrin Afrem e dojnë shumë, edhe këngët e ti i dëgjojnë jashtëzakonisht shumë. Qështë bën mundi ty me pas ka shumë dashni për Afrimin? E por, sillet e veta, gjithë kërët me vonë vetën, sillet se silles me popull, e vonë vetën. A ka qenë çdo herë po ka që mirë për ty? Tyve po, po edhe sa kom parë, du vojnë, si të në që punus, mirë ka punu, edhe ka ndoshtë edhe popull dhe krejt po. Të na i si pëlqej aty, se ju gjithë shëndurët. Gjithë shëndurët, e të nej i thëshin qika që shë boj kësi. Që atë në zërë. E të nej e lalë u rëknina. E kemi edhe zonjën këtu, krateje, kështu që unë kësha dash me ditë edhe për kohët atëhershme, qysh kanë shku për gatitit e Bajramit? Sa jeni lodhat kohës, qysh për shkën tash? Në lodh pak ma shumë se i këna pas kushtet ma në lyshe, që tash i kemë krejt, është me prek pullat. Atëherë jo me saqë, jo me dru, jo me qështu, po mirë u konë. Kështu adil ka pas farë lezete ma shumë se që tash që i kena tonat mirët. E tash apo di me u knaqe me shiu si atëherë? Për atëherë, ju, këta s'po dim as nas këta tash. Sa po ta mbushin zemrën plot ty shpia kër e ki plot me mbesa me nipa? Që të mbushet zemra dhe njësh ma mirë. Po, të orkohaj në shkep qështu. Dhe jashtë dhe. Që ta qaj këm këtu, dhe jashtë dhe me nipa me mesa knaqëm. Të toni kem të mirë.